Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Një avokat ja shet një pus një mësuesit. Pasi e bëjnë kontratën dhe i merr parat avokati, pas një koha vjen përsëri te mësuesi dhe i thot mësues, na fash ama nata kena shit vetëm pusin, jo edhe ujin. Andaj duhet pagush shtesë për ujin. E mësuesi i tha, shumë mirë që edhe se edhe unë kisha njetë marrë të ti, me të thonë që hajde mere ujin, për ndu që dush me pagu qira për ujin që kam të pusi. Kër e pa avokati përgjigjen briljante të mësuesit, filloj me qeshë dhe tha, jo, shaka isha duke bu. Tha, o avokat, tha, mësara, tha, se para se të bosh avokat, ki kalu ka dur të tona. Andaj, një debat mes mësuesit avokatit, ku mësuesit u li fitimtar. Edhe kjo është e zakonshme, edhe natyrshme, dhe kështu duhet me qenë. Mësuesit e tanë duhet me qenë edhe të ditur, po edhe të urtë, që të na japin neve edhe diturin, po edhe shkatësin për të përballë me njerëz të lloj-llojshëm, mashtrues, hilegji, njerëz që duan të zhvatin pasurinë e huaj e kështu me radhë. Kështu që të mundohemi të mësojmë edhe të aftësohemi edhe për të përhapur të mirën, por edhe për të mbrojtur nga e keqja e tjerëve që i kemi përreth nesh. Kështu jeta jonë do jetë e urtë, e saktë, e dobishme, e qetë, e rahatshme, e këndshme dhe normalisht do të paksohet e keqja dhe do shtohet e mira. Allah i shpërblet gjithë ata mësues që ka mësu, edhe Allahu na ruaj nga gjithë ata mashtrues, pa marrë parasysh çfarë emri dhe titulli dhe pozite kanë. Zoti shpërblet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.